Horoskopi ditor, premte, 14 nëntor 2025. Dashi. Sot ka të bëj me shfrytëzimin e energjisë së sfidave të fundit për të ushqyer ambicjet tuaja. Aspekti i hënës inkurajon vetanalizën. Pranoni pikat tuaja të forta dhe të dobëta. Marsi fuqizon ndjenjën tuaj të guximit, duke ju nxitur të merrni rreziqe të llogaritura në sipërmarrjet e karrierës. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të hedhur ide të reja. Pasi besimi juaj do të tërheqë aleat me ndikim që mbështesin qëllimet tuaja. Sa i përket marrëdhënieve, është thelbësore të komunikoni hapur. Keqkuptimet mund të shmangen me durim. Energjia juaj fizike është e lartë, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të filluar një regjim të ri fitnessi. Kreativiteti rrjedh pa kufizime, duke ofruar perspektiva të reja mbi problemet e vjetra. Mos harroni, ekuilibri është çelësi. Mos e teproni fizikisht ose emocionalisht. Aktet e vogla të mirësisë mund të transformojnë peizazhin tuaj shpirtëror. Merrni kohë për praktikat e vetëdijes për të përshtatur me intuitën tuaj më të thellë. Një mundësi financiare mund të paraqitet papritur. Besoni instinkteve tuaja për të vlerësuar potencialin e saj. Përputhuni me pozitivitetin dhe shijoni udhëtimin. Demi. Sot sjell një theks në stabilitet dhe zgjuarsi. Hëna në Dem harmonizohet me Venusin, duke ndriçuar çështjet e zemrës dhe duke kënaqur shisat tuaja. Përqendrohuni në shtëpi dhe familje, ku lidhjet kuptimplote mund të lulëzojnë. Natyra juaj e kujdesshme ndihmon në zgjidhjen e problemeve shtëpiake me lehtësi. Në punë, zgjidhjet praktike shkojnë mirë me qasjen tuaj metodike, duke krijuar sukses në projektet bashkëpunuese. Financiarisht, një qasje konservatore do të korrë përfitime afatgjata. Romanca është në ajër. Shprehni dashuri në mënyrë krijuese për të forcuar lidhjet. Nëse jeni beqar, takimet shoqërore mund të çojnë në interesa të reja premtuese. Mesdita mund të nxjisë një nevojë për vetmi. Nderojeni këtë duke lënë mënjan kohë për t'u rimbushur. Nga ana shëndetësore, qëndrueshmëria rezulton e dobishme. Përputhni aktivitetet me një stil jetese të ekuilibruar për të mbështetur mirëqenien. Angazhohuni në hobi krijuese që kënaqin shpirtin tuaj dhe stimulojnë mendjen tuaj. Besoni në stabilitetin tuaj, pasi ai hap rrugën për arritjet e ardhshme. Në mbrëmje, relaksohuni dhe festoni fitoret personale, sado të vogla qofshin. Binjakët. Dita inkurajon përqafimin e fleksibilitetit. Me Merkurin në një pozicion premtues, komunikimi është superfuqia juaj. Përdoreni atë për të negociuar kushtet dhe për të sqaruar objektivat si në sferat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Mundësitë e rrjedhëzimit janë të shumta. Krijoni lidhje që mund të përmirësojnë trajektoren tuaj të karrierës. Megjithatë, keni kujdes nga mendimet e shpërndara që prishin produktivitetin. Qëndroni të përqendruar në prioritete. Rrethi juaj shoqëror ofron njohuri të habitshme që nxisin kreativitetin. Diskutimet financiare mund të shfaqen. Miratoni një qasje pragmatike për të menaxhuar burimet me zgjuarsi. Në dashuri, dëgjoni sa më shumë që flisni për të ushqyer një kuptim më të thellë. Beqarët mund të gjejnë takime të rastësishme në vende të papritura. Eksploroni hobi të reja për të stimuluar kuriozitetin tuaj dhe për të zgjeruar horizontet tuaja intelektuale. Mbrëmja ofron një shans për reflektim, shënoni ide për projekte të ardhshme. Balanconi aktivitete shoqërore me kohë të qetë për të ushqyer paqen e brendshme. Besoni në përshtatshmërinë dhe zgjuarsinë tuaj për t'u çuar përpara ndërsa hidhni themelet për shtigje të reja emocionuese. Vazhdoni të buzëqeshni, binjak. Gaforria. 14 nëntori ju inkurajon të zhyteni thellë në botën tuaj emocionale. Hëna rrit intuitën, duke ju udhëhequr drejt kuptimit të motivimeve personale dhe dinamikës së marrëdhënieve. Përpiquni për ekuilibër midis tendencave tuaja të kujdesit dhe kufive personal. Në punë, lejoni që natyra juaj empatike të udhëheqë negociatat dhe bashkëpunimet, duke nxitur një atmosferë bashkëpunuese. Financiarisht, rishikoni buxhetin tuaj për të siguruar stabilitet. Tani është një kohë e mirë për planifikim të kujdesshëm. Romanca lulëzon në ëndrat e përbashkëta. Hapni zemrën tuaj ndaj cenueshmërisë me një partner, duke nxitur besimin dhe intimitetin. Beqarët e Gafores mund të gjejnë lidhje përmes interesave të përbashkëta. Mesdita sjell një nxitje krijuese. Angazhohuni në art ose muzikë për të shprehur ndjenjat tuaja më të thella. Ushqeni lidhjet familjare me komunikim të përzemërt, duke forcuar lidhjet. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi rutinave të kujdesit për veten, veçanërisht gjumit dhe të ushqyerit.
Reflektoni mbi njohuritë e ditës, duke u siguruar që ato ushqejnë rritjen dhe qëndrueshmërinë emocionale. Përqafoni ndryshimet me hir, duke e ditur se ato kontribuojnë në udhëtimin tuaj personal. Luani. Shtrirjet qiellore të sotme frymëzojnë energji dinamike dhe kreativitet. Dielli amplifikon karizmën tuaj, duke i bërë ndërveprimet shoqërore të gjalla dhe të këndshme. Përdorni aftësitë tuaja udhëheqëse për të udhëhequr iniciativat e ekipit në punë, duke siguruar sukses bashkëpunues. Entuziazmi juaj natyror rezulton gjitës, duke motivuar të tjerët përreth jush. Megjithatë, qëndroni të vetëdijshëm për vijën e hollë midis besimit dhe dominimit. Sigurohuni që të dëgjohen të gjitha zëra. Financat përfitojnë nga rreziqet e llogaritura. Në dashuri, gjestet madhështore favorizohen duke thelluar lidhjet. Luanët beqar mund të tërheqin admirues. Qëndroni të hapur ndaj mundësive të reja. Mesdita nxit reflektimin personal. Përputhni qëllimet me pasionet për të ruajtur autenticitetin. Angazhohuni në aktivitete që lejojnë shpirtin tuaj të gjallë të shkëlqejë, qoftë përmes sporteve apo ndjekjeve artistike. Nga ana shëndetësore, ruani nivelet e energjisë përmes ushqyerjes dhe hidratimit të ekuilibruar. Përqafoni aventura spontane, pasi ato mund të çojnë në përvoja ndriçuese. Ndërsa afrohet mbrëmja, relaksohuni dhe vlerësoni ata që ju duan, duke festuar arritjet e ditës me mirënjohje. Virgjëresha. Sot paraqet mundësi për rafinim dhe vetanalizë. Ndikimi i Mërkurit mpre aftësitë tuaja analitike, perfekte për të trajtuar detyrat të detajuara në punë. Jepini përparësi organizimit për të rritur produktivitetin dhe për të shmangur stresin e panevojshëm. Bashkëpunimet përfitojnë nga njohuritë tuaja praktike, duke i çuar ekipet drejt rezultateve të suksesshme. Financiarisht, është një ditë për të rishikuar planet e buxhetit dhe për të bërë rregullime për sigurinë afatgjat. Në marrëdhënie, komunikimi i ndershëm ndërton besim. Shprehni ndjenjat me sinqeritet për të thelluar lidhje. Beqarët mund të gjejnë dialogje kuptimplote që ngjallin interes. Mesdita ju fton të eksploroni praktikat e mirëqenies. Yoga ose meditimi mund të ndihmojnë në ruajtjen e qartësisë mendore. Angazhohuni në ndjekje krijuese që përputhen me vlerat tuaja për të përmbushur kënaqësinë personale. Besoni në instinktet tuaja kur merrni vendime, duke i lejuar ato të udhëheqin rrugën tuaj. Nxitni lidhjet me familjen duke ndarë përvoja dhe duke ofruar mbështetje. Ndërsa dita mbyllet, reflektoni mbi arritjet tuaja, duke përqafuar qetësinë që vjen nga planet e hartuara mirë dhe ndërveprimet e menduara mirë. Peshorja. Sot sjell harmoni dhe ekuilibër në botën tuaj. Venusi thekson sharmin dhe diplomacinë tuaj, duke i bërë angazhimet shoqërore të këndshme. Forconi partneritetet përmes negociatave dhe mirëkuptimit, duke siguruar që të gjitha palët të ndihen të dëgjuara dhe të vlerësuara. Mjediset profesionale përfitojnë nga aftësitë tuaja paqëruajtëse, duke zgjidhur konfliktet me lehtësi. Financiarisht, vendimet e kujdesshme favorizohen. Merrni në konsiderat investimin në të ardhmen tuaj. Në dashuri, ushqeni marrëdhëniet me shprehje të përzemërta vlerësimi. Beqarët mund të hasin biseda stimuluese që çojnë në lidhje të mundshme. Mesdita rrit kreativitetin, eksploroni përpjekjet artistike për të kanalizuar frymëzimin. Rritja personale nxitet nga reflektime të thella. Prandaj merrni kohë për të medituar mbi qëllimet tuaja. Balanconi dëshirat personale me përgjegjësitë, duke siguruar harmoni në të gjitha fushat e jetës. Nga ana shëndetësore, prioritizoni aktivitetet që rrisin vitalitetin dhe nxisin relaksimin. Ndërsa dita përfundon, shijoni qetësinë e një rutine të ekuilibruar mirë, duke festuar gëzimin që gjendet në ndërveprimet kuptimplote dhe vetëdijen. Përqafoni ekuilibrin si udhërfyesin tuaj sot. Akrepi. Sot inkurajon transformimin dhe qartësinë. Aspektet e hënës ndihmojnë në ndriçimin e të vërtetave të fshehura, duke mprehur instinktet tuaja. Besojini intuitës suaj për t'ju udhëhequr përmes çështjeve komplekse personale, duke çuar në zgjidhje dhe rritje. Në karrierë, kanalizoni vendosmërinë tuaj për të arritur qëllime ambicioze, por qëndroni të hapur ndaj këshillave nga kolegë të besuar. Financiarisht, vlerësoni burimet tuaja dhe prioritizoni investimet që premtojnë stabilitet. Marrëdhëniet lulëzojnë në cenueshmëri dhe lidhje autentike. Përqafoni hapje në dialogje për të thelluar lidhjet me të dashurit. Për beqarët, njohuritë e reja mund të ngjallin interes në vende të papritura. Angazhohuni në aktivitete që ju sfidojnë dhe ju fuqizojnë, duke nxitur qëndrueshmërinë.
Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në çlirimin e stresit përmes ushtrimeve fizike si ecja në natyrë ose noti. Praktikat shpirtërore mund të zbulojnë njohuri të thella, duke ndihmuar zhvillimin personal. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi momente transformuese dhe vendosni qëllime për përparim të vazhdueshëm. Festoni fuqizimin që vjen me vetëdijen, duke lundruar në kompleksitetet e jetës me qetësi dhe qëllim. Shigjetari. Aventura dhe të mësuarit janë temat e sotme. Pasi shtrirja kozmike ushen kuriozitetin tuaj. Ndikimi i Jupiterit zgjeron horizontet tuaja, duke ju ftuar të eksploroni ide ose kultura të reja që ndezin imagjinatën tuaj. Progresi profesional mbështetet nga entuziazmi juaj, por sigurohuni që angazhimet të jenë realiste për të shmangur mbi ngarkesën. Financiarisht, lindi mundësi merrni në konsiderat investimet e huaja ose ndjekjet arsimore. Në marrëdhënie, ndershmëria është parsorë. Ndani ëndrat tuaja dhe dëgjoni në mënyrë aktive për të nxitur mirëkuptimin. Beqarët mund të gjejnë romancë në takime të papritura ndërsa eksplorojnë interesa të reja. Mesdita inkurajon aktivitetin fizik. Aventurat në natyrë ose sportet mund të fuqizojnë shpirtin tuaj dhe të ruajnë shëndetin. Kreativiteti shkëlqen. Kanalizoni frymëzimin në projekte që pasqyrojnë filozofinë tuaj. Lidhuni me miqt mbi përvojat e përbashkëta, duke përqafuar të qeshurat dhe perspektivat e reja. Ndërsa afrohet mbrëmja, relaksohuni me praktikat e vetëdijes që përqendrojnë mendimet dhe qëllimet tuaja. Përqafoni emocionin e udhëtimit, duke i besuar universit për të udhëhequr rrugën tuaj me mundësi dhe mençuri të pafundme. Britsjapi. Sot kërkon ambicie të fokusuar dhe planifikim strategjik. Ndikimi mbështetës i Saturnit forcon disiplinën tuaj, perfekte për të përballuar qëllimet afatgjata me saktësi. Në mjediset profesionale, aftësitë tuaja udhëheqëse shkëlqejnë, duke i udhëhequr ekipet drejt arritjeve me qartësi dhe vendosmëri. Strategjitë financiare duhet i japin përparësi rritjes dhe sigurisë, duke minimizuar rreziqet. Marrëdhëniet përfitojnë nga koha cilësore. Jini të pranishëm dhe të vëmendshëm ndaj nevojave të dashurve. Beqarët mund të hasin partner potencial në mjedise profesionale. Mesdita fton introspeksionin, reflektoni mbi aspiratat personale dhe përputhni ato me veprimet tuaja. Sa i përket shëndetit, angazhohuni për rutina që promovojnë forcën fizike dhe qëndrueshmërinë mendore. Kreativiteti gjen shprehje në ndjekje të strukturuara që ofrojnë rezultate të prekshme. Lidhuni me mentor ose kërkoni këshilla nga individ me përvojë për të rritur rritjen personale dhe profesionale. Ndërsa dita mbaron, festoni arritjet tuaja me të dashurit, duke vlerësuar stabilitetin dhe progresin e arritur përmes përpjekjeve tuaja. Besoni në këmbënguljen tuaj, pasi ajo hedh themelet për sukseset e ardhshme. Ujori. Sot nxit inovacionin dhe frymën e komunitetit. Urani inkurajon përqafimin e ndryshimit dhe miratimin e qasjeve të menduara përpara ndaj sfidave. Në mjediset e karrierës, zgjidhjet tuaja të pazakonta tërheqin vëmendjen dhe vlerësimin nga eprorët. Krijoni rrjet me individ me mendje të ngjashme që frymëzojnë perspektiva të reja. Bashkëpunimi nxit suksesin. Financiarisht hulumtoni mundësi të reja investimi, por qëndroni të kujdesshëm dhe të informuar. Në marrëdhënie, aktivitetet shoqërore forcojnë lidhjet. Ndani përvoja unike me të dashurit. Për beqarët, tubimet shoqërore mund të çojnë në lidhje interesante. Mesdita nxit vetanalizën, përputhni vlerat personale me veprimet për autenticitet. Përqafoni praktikat shëndetësore që mbështesin mirëqenien emocionale, të tilla si vëmendja ose klasat e fitnesit në grup. Angazhohuni në hobi krijuese, duke lejuar që imagjinata juaj të lulëzojë. Kultivoni qëndrueshmërinë përmes përfshirjes në komunitet, duke nxitur një ndjenjë përkatësie dhe qëllimi. Ndërsa afrohet mbrëmja, qetësohuni me reflektim, duke festuar përpjekjet dhe përparimet. Besoni në vizionin tuaj, duke e ditur se ai frymëzon ata përreth jush dhe ndriçon rrugën drejt një të ardhmeje më të ndritur. Peshqit. Sot ju nxit të harmonizoni intuitën dhe veprimin. Ndikimi i Neptunit rrit kreativitetin dhe dëmshurinë tuaj, duke udhëhequr ndërveprimet me empati dhe mirëkuptim. Profesionalisht, bashkëpunoni në projekte që kërkojnë inteligjencë emocionale dhe fleksibilitet. Njohuritë tuaja janë të paqmueshme. Financiarisht, ruani stabilitetin duke qëndruar të kujdesshëm me shpenzimet. Marrëdhëniet lulëzojnë në lidhjen emocionale dhe ëndrat e përbashkëta. Investoni kohë në thellimin e lidhjeve me të dashurit. Për beqarët, takimet intuitive mund të ngjallin interes të konsiderueshëm.
Mesdita frymëzon kreativitetin. Angazhohuni në aktivitete si piktura ose shkrimi që shprehin natyrën tuaj shpirtërore. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi relaksimit dhe praktikave shpirtërore për të ruajtur paqen e brendshme. Meditimi ose yoga mund të harmonizojnë energjitë tuaja dhe të ushqejnë mirëqenien. Përfshirja në komunitet mund të paraqesë mundësi për rritje personale, duke u përafruar me qëllimet tuaja altruiste. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi harmoninë midis ëndrave dhe realitetit tuaj, duke vendosur qëllime për të manifestuar aspiratat personale. Përqafoni qetësinë brenda, duke e lënë atë të udhëheqë udhëtimin tuaj përpara. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.